Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov. Besimtarët musliman sot po festojnë festën e Fitr Bajramit në gjitha xhamitë funksionale në komunën e Gjakovës. Është bërë falja e namazit të Fitr Bajramit përderisa takimi qendror është mbajtur në xhaminë e Hadumagës, ku qindra besimtarë bën faljen e namazit të Fitr Bajramit. Besimtarë të shumë të mblodhen orët e para të mëngjesit për të falur namazin e Fitr Bajramit, një nga festat më të rëndësishme për muslimanët. Në orën 6:59 u bë falja e namazit, ku besimtarët u bashkuan në lutje dhe falënderim pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Safet Efendi Hoxha në mesazhin e tij për këtë ditë të bekuar përcolli urime dhe bekime për të gjithë besimtarët. Besimtarët musliman festën e Fitr Bajramit, inshallah gëzojnë në familjet e tyre, në rrethet e tyre, me gjitha të mirat e kësaj bote që Zoti na ka furnizuar, na ka shpërblir me ta. Unë kërkoj që në këtë festë gjithë ne familjarët të cilët jemi të dim ato rregullat, traditat e familjes, ta ofrojmë familjen afër vetit, si atë ngushtë edhe pak më gjerë, të vizitojmë njëri tjetrin, të ofrojmë atë respektin, festimin edhe urimin, por në veçanti në qoftë se dikush ka qenë që i ka munguar ne familjarët edhe ta ngushtojmë, edhe ta ndihmojmë, të jetë kjo festë e përbashkët për gjithë që ta gëzojmë gjithë pak a shumë, njeriu kur i ofrohet njeriut i jep atë energjinë e mirë pozitive edhe ndihmon, edhe një urime të gjithë besimtarëve për shumë vite. Ndërkaq njëri nga besimtarët, Femi Haxhi Kadria, uroi të gjithëve për këtë festë të shenjtë, duke shprehur dëshirën që kjo ditë të sjellë harmoni dhe gëzim në çdo familje. Unë kisha dashur që solidariteti të jetë më i madh, një herët edhe ndjenja afërsisë farefisnore, mas pari vllazënore dhe farefisnore të jetë, si më thanë, të ripërtrihet, të mbahet ajo si traditë më hershme që ka qenë. Një herët timi të bashkuar edhe për çështje, sikur që është çështja e besimit, timi bashkuar për çështje nacionale. Kjo ditë e shenjtë është një moment gëzimi, falënderimi dhe bashkimi për të gjithë besimtarët. Në 26 vjetorin e tragjedisë ndodhur në familjen Çerkezi, televizioni Syri ka shkëputur disa sekuenca të nënës Ferdonie Çerkezi, ku ajo ka rrëfyer momente kur ja rrëmbyen bashortin dhe 4 djemtë e saj. Janë bërë sot 26 vjet nga tragjedia në familjen Çerkezi, ku nënës Ferdonie, forcat serbe ja rrëmbyen ëndrat dhe dëshirat, bashkë me bashkëshortin dhe 4 djemtë e saj, duke mos lënë anash edhe 6 djemë burra të tjerë që ishin në shtëpinë e familjes Çerkezi. Nëna Ferdonie e kujton me shumë emocion momentin kur policët serb hynë në shtëpinë e familjes Çerkezi. O tragjis apet një ti policjarën në zëpën poshtë, në morën vetën identifikimit, edhe që të mundit edhe për qikat e vogla që i patëm aty. Nuk patëm i majtë një orë gjysh, në i këty, më thëshe që me amin Dragan i tha aftar mek, kjerën për gaurë zë ju pas kjerën. Kadet. E heki, nga shtynin për dromë, dhe të nga kanë thonë policia, mi ojtjuve se nga vyni neve. Nëna Ferdonie tregon edhe momentin kur forcat serbe ju thanë burrave djemve të familjes të dalin jashtë, duke u kthyer pas ca kohësh. Tha në shtëpinë jemi, po djali Skënder i gjaja pak që i kemi vëtë, edhe dolën këta, ishin dolën këta linë që këtë Dragani, pëtët ca, sa i mërë të ca kërën, po ca i tha shot që kënë hadhe me ne. Do thonë halimi, si Skënder dhe gjajë ndalë mas fari. I ka marë. Masën e shinë e ndalë, i ka ndalë atë, i ka ndalë maskat,
edhe i kanë thirrë me emër. I kanë thirrë Ashtanar, Mendardian, Shprendi, Fatosi, Vigimi, Shpitimi, unë e mund një patarat. Për nërë një patalet të buhet, o konsi bosin kajlet ka uqi, për qepi gjumë se mund e qusë policia. Edhe ata morën dolen u këtu nga për të lëpshin. Mashi. Edhe nuk ka mu, dolen u këtu. Një ditë pas tragjedisë, Nona Ferdonie bashkë me dy nuset e saj u kthyen në shtëpi, por nuk gjetën asnjë gjurmë. Kërkuan në çdo vend, nuk gjetën asgjë. Bashkë me babain e njërit prej të rinjve që forcat serbe i kishin marrë atë ditë, pyetën se ku janë më të dashurit e tyre. Nesit një ku marrë dy nuset, jam marrë dhe shpi më këqyë më s'ka, po s'kimi gjithë kur farë gjumë që i kanë vratë dhe më thonë. Edhe, kështu që, masë një ku marrë dy nuset dhe shku të vlau, unë me në sajtin, unë vlasin mi dalë kimi a karë. A mi shku në policia, a mi shku kamat, nuk kemi gjithë gjurë. Unë edhe baba i Vigimit i mi shku të Shtëpi Dragonit në 7 maj, aty. Me vetë ka i ka qukë kur i mi shku në aty. Për thot Kasimi, tha shtë që ka marrë halimi e la, tha po unë i kom marrë, i kom qutin policie, po shka ka boni nuk di më taj. Prej asaj dite, e deri në vitin 2003, asgjë nuk është ditur për fatin e burrave e djemve që u rrëmbyen në shtëpinë e familjes Qerkezi e pastaj u ekzekutuan. Deri më tash, eshtrat e dy djemve të nënës Ferdonie janë gjetur, teksa fati i bashkëshortit dhe dy djemve të tjerë vazhdon të mbetet peng. Gjatë kësaj jave është shënuar dhe një datë tjetër historike, 26 vjet më parë, djemtë e Gjakovës themeluan brigadën e vet me urbane 137 Gjakova, e cila aktivitetin e saj do ta shtrinte në kodrën e Qabratit dhe bllokun e ri. Sot është përvjetori 26 i themelimit të brigadës 137 Gjakova, e cila u themelua pas kërkesës së djemve të qytetit, të cilët vetë se kishin qenë të mobilizuar në fshatrat e rrafshit të Dugagjinit. Kërkesa ju drejtua komandantit të zonës Ramush Haradinaj, pas aprovimit të së cilit u formuan brigada 137 Gjakova. Pjesëtar të kësaj brigade në pjesën ndërmuese ishin ushtar nga qyteti i Gjakovës, por kishte edhe nga fshatrat e Gjakovës, si dhe nga Deçani e Peja. Pjesë të brigadës ishin rreth 50 ushtar. Pas themelimit, brigada filloi aktivitetin me numër më të madh të ushtarëve të pozicionuar afër kodrës së Qabratit dhe pjesa tjetër në lagjen Bloku i Ri. Pas fillimit të aktivitetit në qytet, brigadës ju bashkuan edhe rreth 50 vullnetar, duke e quar kështu numrin në rreth 100 ushtar deri në çlirim të vendit. Pas afro një muaj nga operimi i brigadës në qytet, ndodhi beteja e njohur e Qabratit, ku më datat 7, 8, 9 maj 1999 ranë dëshmor. Ahmet Gjikolli nga Peja, Tom Gjoka nga fshati Dashinoc i Deçanit, Bujar Roka nga qyteti i Gjakovës, Kushtrim Hoxha po ashtu nga qyteti i Gjakovës, Sefedin Zorza nga qyteti i Gjakovës, Agim Haxhiavdyli nga qyteti i Gjakovës, Visar Juniku nga qyteti i Gjakovës, si dhe dy dëshmorët e fundit që dhanë jetën për të mos u dorëzuar të gjallë në duart e armikut, pas një rrethimi që ju ishte bërë dhe pas sjelljeve të armikut për dorëzim. Dy heronjtë e vendit ton vendosën që mos të dorëzohen të gjallë dhe dhanë jetën në këtë betejë, saktësisht në përfundim të ditës së datës 9 maj. Ishin dëshmorët Dashmir Krasniqi nga qyteti i Gjakovës dhe Taulant Nura nga qyteti i Gjakovës. Pas tërheqjes së brigadës për në fshatrat e Rekës së Keqe, u vran në një prit edhe dëshmori Hamus Zymberi nga qyteti i Gjakovës. Lavdi dëshmorëve të vërtet, nder dhe respekt për invalidët dhe veteranët e vërtet të luftës tonë çlirimtare. Të rënët e fshatit Goden janë nderuar gjatë kësaj jave. Kryeministri Albin Kurti, shoqëruar me bashkëpunëtor, ka bërë homazhe në lapidarin e ngritur në këtë zonë, duke u përkullur përjetësisht për të gjithë të rënët e luftës së fundit në Kosovë.
Sot janë bërë 26 vite kur forcat serbe kanë vërë 20 banor të fshatit Goden të komunës së Gjakovës. Përnder të kësaj date, te lapidari i fshatit Goden mori pjesë edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti me bashkëpunëtor. Kryeministri Kurti tha se regjimi i Miloševićit kishte zbatuar planin patkoj duke vrarë dhe shkatruar fshatra në Kosovë. Ndodhemi këtu pikërisht në 26 vjetorin e vrasjes 20 banorëve të fshatit, të moshave të ndryshme prej 20 deri në 70 vjeç, të 3 familjeve, Feraj, Osmanaj edhe Morina, në kohën kur Serbia po e zbatonte operacionin e saj gjenocidal, patkoj për shfarosjen e shqiptarëve dhe pikërisht për të spastruar etnikisht të zona nga shqiptarët autokton, ajo dëshironte që paraprakisht të nëndonte nga Shqipëria. Kryeministri Kurti tha se martirë dhe të rënët janë themeli i Republikës së Kosovës dhe do të nderohen gjithmonë. Godeni është dëshmi e gjenocidit të Serbisë, por gjithashtu edhe dëshmi e qëndresës së popullit. Kriminalet kanë ikur, i kemi forcuar dhe zgjeruar kapacitetet për ndjekjen e kriminalëve, qofshin ata urdhërdhënës ose ekzekutor, por populli shqiptar është këtu si dëshmi që Republika, liria kanë ngadhnyer. Të vrarët në fshatin Goden janë të familjes Feraj, Morina dhe Osmanaj, prej të cilëve më i riu ishte 20 vjeçar e më i vjetri 70. Një vajzë e mitur është ngacmuar seksualisht në një shkollë në Gjakov. Rastin e kanë konfirmuar edhe nga policia, ndërsa nga drejtoria e arsimit thonë se për rastin janë njoftuar nga organet e hetuesisë. Një rast i dyshuar ngacmim seksual ndaj një vajze të mitur mendohet se ka ndodhur në një shkollë në Gjakov. Ngacmimi dyshohet se ka ndodhur nga punëtori i byfes së shkollës. Ne kemi mësuar se rasti ka ndodhur në shkollën Mazlum Kepuska në Gjakov. Ne kemi kontaktuar edhe me drejtorin e kësaj shkolle, i cili ka thënë se nuk mund të prononcohet në këtë rast sepse është duke u hetuar nga policia e Kosovës këtu në Gjakov, po ashtu edhe prindrit e vajzës nuk kanë dashur të prononcohen për media. Në raportin e policisë thuhet se rreth orës 8:30 të paraditës së sotme, prindi i një vajze të mitur ka raportuar në polici se vajza e tij është ngacmuar seksualisht. Rastin e ka konfirmuar edhe drejtoria rajonale e policisë në Gjakov dhe ka thënë se është duke u hetuar për veprën penale ngacmim seksual dhe është vënë në kërkim të dyshuarit. Objekti i byfesë së shkollës është në brëndi të oborrit të shkollës ku nxënësit blejnë produkte të ndryshme ushqimore. Nga 1 prill i pritet të hyjë në fuqi vendimi për bizneset të pranojnë kalimin e detyrueshëm në tregun e hapur të energjisë, por këtë vendim e kanë kundërshtuar bizneset në Kosovë. Kështu bëjnë të ditur nga Aleanca Kosovare e Biznesit. Oda Ekonomike e Kosovës i ka drejtuar një kërkesë avokatit të popullit për të dërguar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë në gjykatën kushtetuese. Kjo kërkesë është rezultati i shqetësimeve të bizneseve lidhur me detyrimin për të kaluar në tregun e hapur të energjisë elektrike, një proces që sipas tyre po ndodh pa përgatitje të duhur dhe pa fleksibilitetin e nevojshëm. Sipas kryetarit të Aleancës Kosovare për Biznese Rafshi Dugaxhinit, Argjen Fetohu tha sektorët që do të preken më shumë janë sektorët e prodhimit. Sektorët që do të preken nga ky ndryshim janë sektorët të prodhimit. Qenë të produs, kryesisht qenë piprimi 50 punëtorë dhe me qarkullim mbi 10 milion. Ne në Rafshin Dugaxhinit jemi këtë kohë në terren dhe kemi kompani të cilat e kalojnë këtë shifra dhe kanë këtë numër të fuqisë punëtorë dhe të cilët janë shqetësuar për momentin se është diçka risi për ta. Kjo ndikon direkt atë qytetarët tek prodhimi, se në momentin që rritet kosto e energjisë ndikon edhe tek qytetarët, domethënë se rritet kosto e prodhimit produktit. Sipas Fetohut, ky vendim do të hyjë në fuqi prej datës 1 prill të vitit 2025, pas një mundësi të shtyrjes së afatit. Dje ishim në takim në Prishtinë në Selinë qendrore të AKB-s, ku pritëm zotin Fezullah, kryetarin e bordit të ZRE-s, i cili na raportoi nga afër rreth çështjes së ngritjes së çmimeve, ku nga data 1 prill do të jenë në fuqi për kompanitë të mëdha, që kanë
mbi 10 milion qarkullim dhe mbi 50 punëtor të punësuar. Po nga kjo, e cila është e mirë se nga data 1 prill nuk do të shkyqen nga rrjeti elektrik kompanitë të mëdha, por do të vazhdojnë me tarifa të cilat do t'i vendos keci, por kompanitë e kanë drejtën qysh nga tani që gjenë operatorë të tjerë, cilët ju konvenojnë për të kyqen në rrjetin e tyre. Por mjafton që 2 javë ditë përpara të lajmërohet keci për shkyqen nga keci dhe të lidhet me operatorin tjetër. Kjo është një gjë e cila komunikon pak vështirësi për kohën e tashme, për një periudhë caktuar të tranzicioni, por mendoj që në të ardhmen do të jetë më mirë se është në tregun e hapur. Vendimi në fjalë nuk prek vetëm bizneset, por ka ndikim më të gjerë në ekonomi, tha Fetahu. Bizneset janë si në mjegull që nuk e dinë ende çastin se si t'ja bojnë. Por bizneset e vogla dhe të mesme nuk do të preken nga kjo. Do të jetë një tarif shumë e vogël simbolike, cila do të preket domethënë rritjet e çmimeve. Megjithse situata aktuale është sfiduese, Fetahu shpreson se me kalimin e kohës do të ketë stabilizim dhe përshtatje me kushtet e reja të tregut të energjisë. Aktivistët e organizatës Asnjë Cent Më Shumë me 5 prill do të organizojnë protestë gjithë popullore për të kundërshtuar rritjen e vazhdueshme të çmimeve e gjithsesi edhe paralajmërimin për rritjen e energjisë elektrike. Organizatorët presin që këtë protestë ta mbështesin të gjithë banorët e Kosovës. Në kundërshtim me paralajmërimin e zyrës së rregullatorit për energji elektrike për rritjen e çmimit të energjisë elektrike me 5 prill, do të organizohet një protestë me moton Asnjë Cent Më Shumë. Aktivisti i shoqërisë civile, njëherët nësmitari i kësaj fushate, Luan Hasanaj, në një lidhje virtuale me mediumin ton ka bërë të ditur se qëllimi kryesor i protestës është kundërshtimi i rritjes së çmimit. Me faktin që Kosova edhe ashtu përballet me një inflacion jashtëzakonisht të lartë dhe një rritje çmimesh enorme në secilin sektor të jetës tonë. Dhe mos mjafton të kjo tani më të vjen një propozim që të na rritet edhe 15% energjia elektrike, e krah asaj do të pasohet një rritje zinxhir të çdo çmimi tjetër, duke filluar që nga shporta aditore e qytetarëve, prodhimtaria, industria, bujqësia e tjera, është e pamundur me qëndru indiferent dhe mos me kundërshtu këtë vendim të dëmshëm dhe mos më tentu me ndalë. Jemi në diskutime sipër për caktimin e datës së saj, potencialisht do të jetë data 4 ose 5 prill, do të thotë akoma nuk e kemi vendosur datën, pra është njëra prej këtyre dy datave që do të organizohet protesta dhe do të ftojmë të gjithë qytetarët, të gjithë ata të cilët nuk pajtohen me këtë vendim, që të dalim dhe bashkëtarisht të kërkojmë që mos të merret ky vendim dhe të ndalohet, sepse me të vërtetë është, por e theksoj prap, e pakuptueshme. Hasanaj gjithashtu shpreson që kjo protestë të mbështetet nga të gjithë qytetarët e Kosovës. Ne po shohim një shqetësim të gjithë qytetarëve të këtij vendi, sepse edhe me këto çmime aktualisht që është energjia, mirë po dhe çmime tjera, pjesë e madhe e tyre përballen edhe me ekzistencën. Pra tyrat të cilat ne i marrim nga pagat e punës tonë, janë pothuajse të pamjaftueshme për mbulumin e këtyre shpenzimeve. Dhe normalisht qytetarët do të përgjigjen dhe në masë shumë të madhe të kundërshtuar. Protesta synon të dërgojë një mesazh të qartë kundër rritjes së çmimit. Organizata Asnjë Cent Më Shumë ka njoftuar se kjo protestë do të niset nga ora 15 në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Basketbollistët e vllazнимit ja dolën që pas shumë përgatitjeve të sjellin trofeun e Ligës Unike në Gjakov në përballje me Sigal Prishtinën, Kuqezin triumfuan duke kthyer suksesin e para 29 vitesh. Basketbollistët e vllazнимit shkruan histori, duke mposhtur Sigal Prishtinën me rezultat 91-88 në kuadër të Ligës Unike pas minutave shtesë dhe duke fituar kupon pas 29 vitesh. Ndeshja zhvilluar mbrëm në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë dhuroi emocione deri në sekondat e fundit. Pas 4 çerekëve të rregullt, rezultati ishte i barabartë, gjë që i detyroi ekipet të shkonin në vazhdime. Në minutat shtesë Kuqezin treguan vendosmëri, duke siguruar kështu një fitore historike. MVP i finales së mbrëmshme u shpall basketbollisti vendor Arjan Azemi, i cili grumbulloi 24 pikë, 6 kërcime dhe 3 asistime.
Me triumfin ndaj Sigal Prishtinës, Vllaznia është zyrtarisht kampioni i 4 i Ligës Unike. Ligë kjo e përbashkët në mes Kosovës dhe Shqipërisë, që ka për qëllim realizimin e idesë për zhvillimin e aktiviteteve garuese të klubeve të dyja vendeve. 8 pikë. Vllaznia i Gjakovës është fitues i trofeut të Ligës Unike 2025. E pas kësaj fitoreje të rëndësishme, festa kishte shpërthyer mbrëm në Gjakov, ku gjakovarët i pritën kampionët e tyre në parkun e qytetit, me një atmosferë të zjarrt. Ndoqët përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Mirëmbëngjes.